tani ka vazhduar mjekimin në shtëpinë e tij. Pra, gjatë 2 ditëve të fundit debati është zhvilluar rreth kësaj, nëse kjo ngjarje ka ose s'ka një prapavi politike. Po, Ferikan, gjatë kohës që raporton e që na jep detaje, ne transmetojmë gjithashtu videon e atentatit, cilat janë pistat, faktën në qëndrimin zyrtar të autoriteteve policore dhe çfarë dim për të shkuarën e zotit Çaini, duke përfshirë këtu gjithashtu edhe aktivitetin e tij politik. Përveç aktivitetit politik, ai njihet edhe si mjek, është një mjek shumë vjeçar dhe të paktën nga ajo që unë e di dhe nga ajo që e dim edhe shumica e njerëzve të cilët janë pjesë e jetës publike, njihet si njeri shumë i qetë, njeri që nuk ka mosmarrveshje realisht me dikë, sidomos jo në këtë shkallë që dikush mund edhe t'ia kthej armën, po e them. Edhe ai vetë ka thënë këtë, gjithë ata që e njohin thonë që nuk është e logjikshme se kush ka mundur që ta bëj këtë vepër, mirë po sa i përket jetës private kemi shumë pak detaje dhe sigurisht ndoshta nuk do të ishte e udhës që të shkonim në këto detaje nëse nuk ka lidhje me ndonjë përgjegjësi që ka lidhje me institucione publike. Por të paktën prokuroria nga ajo që e ka si informacion, ajo sigurisht më shumë se sa ka publiku, ka thënë që bëhet fjalë për motive private, por të cilat nuk janë bërë të ditura dhe sigurisht edhe për të mos e komprometuar hetimin, por edhe për të mos ngjallë edhe më shumë debat në opinion se sa që ka, sepse që në momentin e parë kur ndodhi, menjëherë filluan edhe konferenca për media të partisë së tij, por edhe akuza dhe reagime nga shumë eksponentë, sidomos shqiptar, të cilët do duhet them të gjithë një zëri e kanë dënuar këtë akt dhe kanë kërkuar zbardhjen e menjëhershme të rastit, mirëpo them që nuk janë rezervuar nga gjua e akuzave apo e ngjyrimit politik të kësaj ngjarje. Nuk është se në Maqedoninë e Veriut nuk ka patur ngjarje të tilla të kaluara, fatkeqësisht kemi patur incidente të ngjashme në periudhën zgjedhore, mirëpo ato janë konfirmuar që kanë patur lidhje me zgjedhjet dhe ka patur edhe dënime adekuate sipas kodit penal, sepse veprat që janë kundër zgjedhjeve në kuadër të zgjedhjeve janë shumë të rënda në kodin penal të Maqedonisë së Veriut. Mirëpo të paktën deri në këtë fazë, derisa autoritetet zyrtare, pra prokuroria, policia, nuk e kanë kualifikuar këtë incident, këtë ngjarje të rëndë si të tillë, atëherë edhe ne mbetemi në kualifikimin se është vetëm një rast privat i cili i ka ndodhur një kandidati që ka qelluar të jetë në bartës liste për këshilltar në komunën e Likovës, pra një komunë me shumicë shqiptare në rajonin e Kumanovës. E vërtet, është kreu i listës së këshilltarëve të PD-s. Ferikan, e the, ka pasur precedent të mëparshëm të fataliteteve shpeshherë në prag të zgjedhjeve apo edhe gjatë tyre në Maqedoninë e Veriut. Sot që flasim, si është klima? E kanë fjalën për tensionin? Fatmirësisht, kemi folur edhe më herët se nuk ka shumë ndryshim, domethënë prej proceseve të tjera zgjedhore, të paktën nga ato të cilat unë i kam parë gjatë këtyre afër 13 vite sa ndjek proceset zgjedhore si gazetar, ndoshta klimën të qetë ndonjëherë nuk kam parë. Edhe për këtë shkak edhe momenti kur dëgjuam për këtë ngjarje, sepse fillimisht nuk e dinim se si ta kualifikonim, ishte shumë e çuditshme sepse nuk është parte e qytetarët, është fakt që rivalitet ka patur, do të ketë gjithmonë, domethënë pavarësisht nëse bëhet kjo në mes pushtetit të opozitës shqiptare apo nëse është ndëretnike, rivaliteti është i natyrshëm dhe gjua e ashpër është gjithmonë e natyrshme në zgjedhje, sidomos në zgjedhjet Maqedonisë së Veriut, dhe për këtë shkak edhe nuk është e habishme, mirë po të ketë incidente të këtyre përmasave, këto kanë ndodhur vetëm ndoshta nga vitet 2000 dhe këto janë raste të izoluara të cilat tashmë ndoshta edhe janë harruar dhe për këtë shkak edhe ka patur raste të incidenteve ndëretnike, por jo ku janë marrë në mënyrë direkte pra kandidat për këshilltar apo kryetar apo ndoshta edhe zgjedhje parlamentare, flasim për deputet ose ngjashëm, pra nuk është një praktikë që është parë në Maqedoninë e Veriut. Fatmirësisht, uroj që gjykimi im që kjo fushat është më e qetë se të tjerat, deri në fund të jetë kështu, sepse vërtet qoftë edhe në aspekt të protestave, qoftë edhe në aspekt të reagimit publik, por edhe në aspekt të mosmarrveshjeve politike, në këtë rast mes shqiptarëve, nuk kam patur një klim të tillë që mund të çojë edhe deri në
akte të tilla pra që të nxirren armët dhe sigurisht urojmë për një fushat të qetë deri në fund sepse kemi ende shumë ditë para vetes. Keni parasysh që jemi vetëm në javën e dytë të fushatës, e cila do duhet të jetë 20 ditë dhe pastaj kemi rrethin e parë të zgjedhjeve dhe nëse ka nevojë pra do të shkohet edhe në një rreth të dytë të zgjedhjeve lokale që praktikisht ndoshta deri në fund të vitit do flasim për zgjedhjet dhe për këtë shkak edhe sigurisht është një periudhë gjatë dhe ka mundësi për gjëra të paparashikuara, mirë po urojmë që të kalojmë në këtë mënyrë siç ka filluar. Brigant, falenderoj shumë. Siç edhe e the, shpresojmë që të jetë një fushatë e qetë dhe të përfundojë si e tillë i gjithë ky proces në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut. Të uroj punë të mbar. Do të vijmë më tej.